Çaj kishe thonë Blerinës 10 vjeçare, po ta kishe sot përballë. Ta kisha thënë para 2 orë, më së para 1 orë kisha thënë më së ardhë. Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në emisionin Spicy Show dhe kam nderin ta kem këtu Blerina Bukur ose përndryshe Blerina Rugova. Përshëndetje Blerina. Më harrove Kllokoqin me të pikë. Këtë ma dhe një herë prezentam. Okej, Blerina Kllokoqi Rugova. Qash ashtë të dohet. Për mu është knatësi, me të pas ty përpara, se gjithmonë që me thonë ndoshta 1 vjet, jem kom brapa teje, kështu kësaj herë jemi përballë edhe po ndina e privilegjuar. Faleminderit Beteje, Blerin, qëre, sot kena me fol për mod, kena me fol për jetën tonë pak personale, po para se mja fillu, po ta shpjegoj pak konceptin, kemi salsat ose sosat. Unë e sosat i tham, shkollën e Skovidit të edin që është ordjesia djekësit. 2000. Pen 2000 deri në 2.7 milion. Okej. Dhe sa ta më mendja që mujna me qunë? Zakonisht, për me nashta do nuk e përballojnë, po tu shku edhe di që e ki mindsetin pak qalen, edhe këshyrë me shku deri në fund. Po besoj që shkën deri në fund. Tu e deri në qatë pikë, po besoj që ja dalë me deri dikot. Deti numri 8, me shku mjafton. Po, mjafton, po. Mjafton, të ashtë mjafton edhe me shku deri në fund. Blerim, veç një këshill po ta hap, mos si prek syt, okej? Se mundet me trona i pikë sosi do thëmë gjesht, veç që ruj, mos me ase nëse don, kem paloma, por me ndalu djeksin kem qëmsht, okej? Ki uj edhe mjartë. Bravo. Qështu. Dhe të që shkoj me renë? Pikë të uj dhe këto, do më thonë. Jo, që shkoj me renë, cila e letësën këto? Për mu qumshti edhe mjarta, uji, masi tjepa... Me qenë se të kom përballë për ty, nuk kam nevoj për mjartë. Qumshin edhe ujën për të bështë. Është kam primer që ti vëdash ma thonë mu, po që shtë po do të më. Dhe jeni boj ju moshkujt madhë. Fedem, së ko qarë. Në zetë, po më vjen alo për Anis Blerin, shkojmë me sosën e parë. Queso sin queso, në shkollën e Skovidit mbi 2000. Ti dush me qitë me unë se dora jo të s'ka kanar, kështu që e jam ja... Po, la ketë musafirët më thojnë shtu. Po, ma mirë, ma sfidu këse. Hajde. Hajde, që vëllë. A mu se amen ja, pretëm nga. Shkojmë kështu, adi me gëzuar e... Po, adi të tu, na du të mi qukësha. Deri në fund. Unë i kom qitë këgja, se unë marrë kam qëtë sos, edhe hokë... Ti e mësuj e bojmon, ndaj... Po, sfidave të djekësit. Unë jam e but, jam pacifiste, njerëzore. Cheers. Cheers. Vazhdojna? A pas ka shene mirë? Mirë, shumë. Po djekë? Normal që po. S'dosh me dhënë efekt që me ti tutë musafir tjetë. Kështu që... është lajtë. Na dizajnerat ose artista dhe aktorët dhe vetën tonë, edhe në fazat ma të rona tjetës tonë, na dina me aktru mirë. Kështu që shumë e ambët ke. Po, shumë e mirë. Së përna djekë hiq. Blerin, kur e ke kuptu për herë të parë që moda ka me qenë jetë e jutja? Kur e kom kuptu, apo kur e kom... Kur e ke ndje? Kur e kom ndje. Ne na gjënat para luftës. Edhe na, sa do që e këshëm kuptu, se e kom kuptu kur më qenë të mi, kur më qenë shumë e vogël, po andrën s'ku mujtë me bu realitet deri në kohën mas luftës kur e në hapë universitetet në Kosovë. Kështu që me thonë që andrën kom fillu me ndjek në 2002-ën, 2003-ën mas luftës. Dhe sa si e kom kuptu shumë heret, kur vëq kom qenë, nështë ta me thonë klasë 4-5, kur i kom fillu me bu kreacionet e para. Okej, a ke njës me vizatu vizatimit e por, a i kje alo që të vizatimit? Jo, a i kje moj shumë. Që problemi maj masë të nga derivurën në kanë qut roba qepë, se nga kanë qut artistat imaginar, dhe të kështu që normal që ato nuk janë asë një heq. Edhe në Kosovë, si do mas këto puna e ndërtimeve, jep shpim për ndërtim, preshi këtë komplet. Kujtimet, jeke më shëjvi, kështu që edhe na e kemi pas atë fazën e...
Nice. Blerin shkoj me sosën e dytë. Gringo Bandito. Në shkollën e Scovillit mbi 5.000. A pse sa ekonomiste jam? Po. Bravo. Se na si qesën poshtë punëtur t'i hojnë masane. A po? Super. Po sa janë të kësina t'ja dhona gjysën. Sonë me gjithë sopa e krykrejt. Zemre John, be. Ani pret në të mesin herë. Okay. Se na 7-9 vit në hangër pak ma shumë, për të qysh. Cheers. Cheers. A është përda me pyetjen e dytë? E koni shije pak tabasco, Nuk e di. Nuk pedin? Jo, nuk e vrejta. Aha. Ka shë apendjen pak se Jo, nështë ta ke bu më të njofë shumë se vrejta asë një djekësi që të vesh djekës nuk nita. A dhe pse se... Që ta e kësha ndru venin e kësaj. A më do këtë se masi... Jo. A dhe pse, se tu kam suguja me që ta? Jo, mos mësot. Në regull. Cila është frika ju të me madhe? Si që do në fëmija. Okej. Derisa ata të rritën, derisa ata të kryejnë profesionin e vet, derisa ata të sfidojnë veten, të mësohen me që të rrethin që shoqërinë tonë, deri atëherë unë kam qenë në panik. Okej. Se shumë mirë, sa vjeti kanë të mija? Eva tash i bën 19, Ariani i bën 15, kështu që i kam fëmijë të këqës mëdhaj, e kam fazën për bërtetit Arianin, Eva veç e ka kryer, Eva është në studime në fakultet, kështu që sinon, edhe pse është studime dhe ka njëherë bile ma bën nani kom përmi 18 vjetë vendosi vetë, a pet sa pet Apo e vlodi është brenga është. Normal, që allon e kam fëmi. Ani kur jam për flasë, ty. I kemi bilet, tu kanë një të mbush. Kështu që ti e din mas mirë ti. Po, qëre, unë e muj me të kuptim. Sakrificën që bën një nanës e një babë për një fëmijë. Është puna, profesioni plus është jeta familjare, do më thonë paralele, dyët janë kogja një sfidë. Nuk mund është kur me ngrej paralele mes të dyjave. Gjithmonë njënë dush me lonë ana shpak. Jam dakord, njëna bjen, po tjetra e një mana, ke po, shkon kështu, s'kur një njëngë, do më thonë ti që shkon kinë shpesh, e ka atë efekti një njëngë, po vjen shumë mirë që edhe që bën profesionin, po edhe që je nane jashtëzakonshme, që na ka radhë me full. Do mos do, nane jashtëzakonshme. Që na ka radhë me full jashta skenës për fëmijë, kështu që po gëzoj, shkoj me sosën e tretë. Në thash, për 10 minuta këna me kry krejt. Angry Goat. Në shkollën e Scovillit mbi 20.000. Thash të ma rritë tu, se ti të ma ndërve, nëse arsijem se nuk po... Tu kështu dhe kjetë të spihan pula? Ma, ka e, janë zëri bishtin. Më falë. Kjo çfarë sos është? Kjo është pak sweet, kështu pak me sheqer. Është me kësine. Unë që ma dhuru se spesa, sa më të informu ty. Apo? Ble kur bërë mami, a i vare pingjure këto senet. Po është zote. Shpejtim shumë dhe? Sa vetë shpejta dhe të mi bo kur është rëzik. Në menu 2 herë këthesh mrapa, nuk e... Sepse jeta nuk t'jep retrovizor, do më pra pashyre. Bravo. A kemi shumë? Mirë. Ha, di shkona me pyetjen tjetër. Çfarë këshille do jepje vajzat të reja që duan të futen në botën e modës? Po. Të modës apo të kreativitetit? Se unë për shembull unë që kanë ta modele se kësha ronë, po. Okej. Jo pse nuk besoj. O, ti për mbledh rrusha? Po, i mbledh. Ma kalon adet gjysha jam ndjerë shpirti poshtë asaj. Do thëtë kur e kapi skleroza, e merë ke një mendel, edhe pa lejke, të nkone edhe në kime dika me gjithë shkëke pas rejke. E na kalon të zhveca, po kuptën që me pasë gjithë se për ndryshe, të në ditën që aty u mirë keme shatë kësene. Po, në zakon qështu, atë në vishë keqë qështu tanë. Po edhe kjo gjrazez i ngrej. Po, dhe, që të keqë e po në gjrazez. Farë si të ndërpejta pyetjen. Qa ke pyetja? Një këshill për vajzat që kanë më lancu. Mod. Momentet që ke kreativitet, është mënyra ma e mirë për me dhezë, me thonë, ose për me shpreh kreativitetin tënë, tash se sa kur. Ki Instagramin, ki Facebookun, ki TikTokun, ki shoshni, ki mënyrën më të lehtë për me depërtu. Kështu që momentin që je kreativ, hiç nuk të vyn me pas parë, ose me pas dikën për mrapa.
Unë e kam një thonje, frangjesht. Unë se di frangjeshtën. Ani që në mosh me mësu se ka kurse, dhe kogja... Jo, se më përgjuhe mira. Po zua. Është një thonje frangjesht, thujnë, pianistit ma mirë preja dut se ja prish pianon. Sa në moment që ka piano, ka kreativitet, të tëtë, e apet bën diske, të më thonë, apet bën single. Kështu që, po të kuptoj që edhe shme thonë, kur ti ishi pasionum, procesi ma i shpejt është pasioni. Pra rriti, kështu që. Bravo. Po. Inshallah Allah jesë që kjo në t'i këtë. Mos ka bëni me nol! Mos ka bëni me nol! Të kujtu dhe njerë! Marë dërejqen. Hajde, tjetërën? Shkoj me sosën tjetër, sosën e 4. Son of the Zombie. Është një sos pak s'ku barbecue. Son of Zombie. Në shkollën e Scovildit mbi 30.000. Jam mësu djallë në me milimetra me pas punë. Po për me. Po. Shamë, kje s'ku me liu thajt, sens pas i shqip? Mjaftan. Po thua? Po. Efektin e vetë e banë. Shi. Varë që shë bën hapjen, se unë e këmë grumbullve ti kish përndome, kështu që e njejta masë është, si këtu si atë. Ane. Po. Hajde. Hajde, cheers. Gëzuarëm. Gëzuarëm. O djemë, kensh, ke ka rikë të po. Se ka është në qenë të vend, së mirë është ka rika. Rime një vend, mos një vetë edhe në regullë e kjo. Të na e të një fjallë që s'kësha dash me ta përmen. Po është zotin të uje. Krymat në prapanis. Ja, fare. Pse pyta se... Blerin, qëfar sakrifice të ka koshtuar suksesi? Sakrificë? Në që është thash parëzit, para prakesh, kur nuk mosh me pas një paralel, me ngre paralel në jetë. Nëse je femën biznes, ki profesion, ki biznes tondin personal, ti nuk mund është me qenë edhe një nanë me mirë. Sa do që ti mundohësh, unë kom pas fatin që ka që mendimi ai që ka lutë edhe rolin edhe nanës edhe të babës për Arianin, sidomos për 3 vjetë, derisa unë më ka dash më marrë me profesion. Edhe pse 6 muajt e para të Arianit e kom pas me vetin punë, jo më kom për aty në nanave që s'kom dash mund api djalit edhe kom marrë 6 muaj me rend në punë, po mas 6 muaja, kur filloj ai më rrit, edhe fillun mi ju shfaq egzembat prej pluhnit të materialeve, u obligova për me lonë shpe, edhe e keqa e kësaj është e meta që sakrificë që unë e quj që kom bo për me arritri këtu, është kur ka thonë Ariani fjallin e parë, unë s'jëm konat, kur ka ecë Ariani hapin e parë, nuk jëm konat, kur ka belbu, se kur, qka do që ka qenë, dhomin e parë, unë nuk e kom pa. Do thot janë këto sakrificat që ti dush me ngrej paralele për me qenë, për me arrit që të ku je. Shumë njerëz, këtë punën e modës ose të biznisit si femën, e kesh kuptojnë. Unë thamë të në kohën që në tavolinë, me çfarë do biznes, me çfarë do kategorijet njerëzve, unë ndina shumë e barabartë. Kështu që kjo është sakrifica që unë e kom bo si namë për me arrit qëto. Të kuptoj qëre... Edhe pse shtash mundu na me rikuperu, po është e shtirë. Se në mërëndësinë ta me anë të spazistira që kur nuk mbulon. Ama besoj që edhe fëmija kur të rritën e kuptojnë me një moment që thujnë, okej, kjo pas ka bo sakrificë për neve. Në sakrifica e shkon të fëmijëve direkt. Jo, tone, këto të tërgoj një sandë. Sa do që sakrifikon ti nëse s'mundesh mja plëcu atina... Mungesën? Jo, kushtet ekonomike. Do të thot, krejt kam të gjujtë ujë. Okej. Do të thot paktën, qka do që bën, mundo mja plëcu me në mënyrë ekonomike. Normal. Jo, që tash këtë o bo ekonomi me këshyrë hallë po unë e moj men për shemë kërën kërën i vogël, në unë e marrë ke për shemë në kuzhinë. Se ka punu pak në kuzhinë, edhe thësha pse po merë se s'kesh ku më vlonë, alta. Edhe që aty mu më ka hi, bile dhe këshësha i një mëjsha, dhe më thomë gjenerata jonë, na këna punu edhe me prindë, dhe më thomë i këna një mua edhe pse i na konë shumë të vagël. Edhe une, vetë vojzën temë për shemull, kur punoj isha në montajë se sene për shemull, kur... E ke marrë me vetë? Gjithë e kom marrë me veti, po tashti edhe si ja kom mi punu, po vetë, o të e morë që të rritim.
Okej? Vetë se baba, edhe pi mungon aja baba, me babën që shpo nana, kupton? Që ka njerë edhe puna, pasionin, nëse është i përbashkët, me nana, me fëmijë, mundet veç njëri mu knoq, kupton? Ose më ja gërdit krejt. Ose ja gërdit keq, si për shembull Cristiano Ronaldo ja kish pas gërdit keq djalit vet, te shti me zar më po futboll, e zbot me zar, po normal. Kështu që Blerin shkojmë me sosën e radhës. Peppers Up. Në shkollën e Scoville't mbi 40.000. Unë e di, Po, na e dim se ju ja di vrecit, pikat, as të po ditë ka djallë. zero ngrinjë në frigider, se në të i mojtë, në s'pi blejmë në stop se shtrajt. Shtajta po Po. desa vinë. S'po kem sponsora shumë që ato. Mos harroni me sponsorizu. Po. Për ndryshe, bukur është sponsor. Po, Po. Rrugat na e bukur. po, normal. Çdo mujt dolet. E për ndryshe është sponsor joni, kështu që e përshëndesim, apin e bukur. Jo. Po. E pas ka një shumë interesante që jo. Si e komben. Pasha zotin po. I raki kerek të qysh. Tash edhe vesh ka fillu më ngufuar njëre. Çfarë se u num. Tash e po djeg më shumë, apo? Se më num kur si menon sanet i kryen më shpejt. Po dhe, fix. Amo Të sa tajna tash? Te 5. Një mirë kësh? Ka fillu me djeg. Po. Kështu ja fillon loja. Shpënjesh? Mirë. Okej. Mu pëlqen atë shka në emision Që- Spicy, Mhm. kur t'ja nis qëtu ja nis pak loja, e qëtu nina shumë excited. Excited, okay. Po. Po, a di çfarë ma kisha shumë dash me kallzu vlog shon në Pekin. Tash, nëse të këtë. Edhe djeg se do më dal vlog, a? Po, valla, kogja, ja, djeg, e koni djeg s'kuxhat mja. Po, fat. Atë ka penguar ndonjëherë mbi emri Rugova, apo të ka ndihmuar? Jo, është privilegj, është i vetmi sen që kur njet nuk të bën pengesë. As në karrierë, as në jetë, as nuk e lon, as nuk e çoj mendjen që mund të më qenë pengesë. Ka raste për shembull në pozita që sikur reja e presidentit për qëllime të caktuara ka mujt me qenë ma diskriminuar për ndryshe. Asnjë moment është privilegji më i madh që një përfama mund të më pas është me pas mbi emrin Rugova. Veç dy e kam pas fatin. Ora i që të shto dyja, se më vetë të djemë tash, dhe të presidentit Rugova. Ama para se mu martu, do. Unë e kom fillu karrierën me Klokoqi. Mandina mu ka bashkëgjit Rugova. Do të standardet gjithmonë i kam pas në alta, pi babit e pi mamit që s'na kanë lënë mu në mi ullë. Dhe edhe në rastet më të rënda na i kemi pas një kund barabartë, edhe kemi pas rendet që t'jesh me bo një pushim, me bo një jetë, me bo një herë të paktën edhe para luftës, na një herë në një mujt kemi dalë në darkë. Kështu që e kemi pas si obligim që me mbajt nivelin. Pi babit e. Reja të reja do që martohen, fema të reja, apshe kja edhe brendin e ka bo me Rugov, Normal. tja lo është për shpe, shkort edhe që para se martu të Vete familje. burrin tem! Jemi ma bo. Vete burrin tem! Do të të so... Po ti pja privilegj pja. Normal, vëllave që për burë gjithmonë... Normal, kuptohet. Para se mu martu të familja Rugova. Veç pagës halla jam gjithmonë se që si di që për të monë qaj burë. Edhe mamja, zote. Qish për të monë se të në kunë punë. Do të pi 18 kur dalë, deri në 8 mënami në punë. Se di shorë, qish për të monë. Kur që kënë shpeja, a pregadit bo kështë? Po. Po, zërë. Po. Une e di me pregadit shumë mirë, se jam kuadër jashtë, do të kom studiu jashtë, më vjen, edhe te edhin vetë kur je vetë, kur studion vetë, dush më bjeti se nuk e ki luksin me hangër gjithmonë jashtë, kështu që dush me bje ushimin, me pregadit në shpe. Makarona ti pas ke qau? Jo, kur s'kene me hangër makarona, mami gjithmonë ka mësu me hangër senet të shëndetshme. Makaronat, mishin, do të thotë sallamat, argetat, këto, do të thotë i kemi pas, si me thonë, super looks, nëse në herë na ka riju mami me hangër. Po, zëti. Po, kur s'na ka riju? Kur ble gjysha jam, e ndjera, prape përmende, i bëj ke tinza mamit, se mami për këtë din 4,
atëherë, jo din 3, për 7 deri në 3, na preke hall, i bëj si kapuça, që mos më na marr vesh mami që po hajna, po. E kena pas kështu gjithçka u dash bjom. Kam një pyetje tjetër. Jo, ka dalë, a kena me provu? A do me po pyetjen? Me rrogohen që të metë se ka metë këtu në ngopë, sikur djeksi. Para se më martu Ai, të kom të rrogova. po, Jo, a e konti me partinë dhe dëkë? Po, na familjarisht jemi konë gjithmonë si krejt, jo veçone, po si krejt Kosova. Po, në qatë ko, po. Si krejt Kosova, të thotë. Edhe jo, atë sloganin edhe vitin e kalu, herën kalu, me patën krejt Kosova le të kë, po. Na shpirt jemi pacifista, jemi krejt komplet, në thonë, nëse pagës na gërmën edhe ata rastit ma të randa janë. Kuptohet. Unë edhe ju si familje, po, do më thonë edhe në komunën e Vitinës, Lëdëkja gjithu kanë. Po, E kemi sukodin aty? Po. Kështu që është i Lëdëkës. Përshëndetje. Shkuj me susën tjetër. Unë by the way, jam mes asaj anë, kështu që... Ana Mravës, a? Po, Ana Mravës. E po Zhoranit, kështu që... Posh zotin... Pasha zotin, po. Edhe i kam doj, edhe i kësh... Do thët një vjetin kona aty kam jetu. Edhe i kam shumë pikdap. Kartunin tem... Pedishe Qire, ku është kartunin? Gjylekar. Ka të të përnjeme? Jo, i ka të zot. Pasha zotin, po. Gruja o gjës mami të ka qenë gjylekar. Ska bëj. Qështë, dhe vonë po na ledhë ka kështu. Po i Se jati mendova kartunit. që për zëzat. Jo, pasha zotin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E që kja është sosa Vesh da bomba. Vesh të kuptoj me diçka, da bomba po ka fillu që tu më mund nxej. E që kja të nëzjet hala ma shumë. Nxej, okay. Po. Shkuj me da bomba evolucion. Hajde. Okej? Da bomb evolucion. Në shkollën e Scovildit mbi 200.000. Para se t'ja fillojmë, Po. e kem një lojë, do më thonë, tash është lojë e re, se A ko marrë që thot, në rregull që a du? rregull. E, me këtë lojë, do më thonë, thirët loja maskës, okej? Edhe në këtë lojë në maskës i ki... Unë e luj vish me ftyrë tevë, nuk pyr me moshta. She. Po, e vet një ftyre vërtet. Nashta mundet me radhe që kja. Do më thonë, e kemi qëtu, Hajde. të hipsi këtu, i kemi një 7 pyetje, amo i ki 7 maska. Do thonë, në çdo maskë i ki një... Unë vesh një ka me po. Po vesh një, po. Amo vesh ti tregoj pak publiku që është maska e së vërtetës, e imitimit, telefonit, kaosit, pendimit, zjarrit edhe e misterit. Jam 7. Zjarrit, po. Okej? Po, inshallah qëllën e një kështu që... S'ka pëljosë më shre tjetër, s'ko ka. Po. Edhe tani do shme lecu. Bëni me. Po. E ti që kesh më shkollë, ke studiu, s'ka shpërle. Cëllat ra? Maska e së vërtetës. Okej. Mes meje edhe Klodit, cilin e person e zhjetë. A keni bo që të ju, a? Shparë ma shtëru, se... Parë në drejt. Që në më... Ma kalujt fort, a? Ane Blerin, ane. Po ne di cëllën e dënë ti. Ma shumë, cëllët të në dënë. Okej, maska së vërtetës. Pse Big Brother nuk i lejoj logët e brandit bukur në veshjet e banorëve? Pa pyetje shumë e tjerë, se s'këna dhëmë po. Pse atë ka një porë? S'këna dhëmë pore normal. Ajo është marketing, na e kuptojmë. Këtë gjë, po na këtë që kemi dasht është që mos nëse ka pas rase kur na kanë thirrë vetë për mi vesh banorët. Ambo ka dalë veç që... Po, pa të harrova s'unë kesh. Hajmë sarin se mu i me fort gjithë në... Po du, a? Ka dalë. Për me që kja është e mirë. A me vish pagës që të këse kjo ka bomba? Ta përsi, na pak se bomba është. Shi. Po dhe, se ma djekë si me të najtë, e normal të. Unë e thamë, bënë moderature. Ja, s'kam nevoj moderatore të njëtën tem, jam konë. Jo, bënë nature. Fakt. Nejse. Po. është normale, se dhe ata e kanë televizor, është... Qka na nuk kemi kuptu kukuj. Jo, e unë ka shkoj njerë, po. Qka na nuk... So, te, a ka këj fasane, jo? A që atone, a më dëshmi zgup. Ajë, se mirë është. Ka, shoma? Sa janë s'pas që qitë, po hajtë, s'ko gjësë. Na e kemi kuptu, do të këtë gjë, po na si mi konë, okej,
Momenti kur na kanë thirrë, na kanë thonë biri teshat, edhe na kanë blloku Instagramin, edhe na kanë blloku qasjen, edhe na kanë hik me në mënyrë të dhënë shumë llagat. Do thotë që ajo ka qenë një thik mas shpine, që na nuk e kemi mujt me kuptu. Se jemi njerëz të fjalës, edhe normalisht po ja po, jo ja jo, po te na me thon po, edhe me vepru jo, te në Kosovë u bo shumë normali kjo gjë. Mbi krejt, brendi bukur i ka do parimin. Parimet që i kemi bu na, që i te kalojnë edhe interesat personale. Kështu që, qa më thot tjetër? Hala tesha s'kina marrë. Ka pas tesha. Po, fix, se edhe unë kam pas një problem, po. Ka pas raste, do të që shumë teshat njerëzë, do të kur na kanë thonë me shku me marrë, na kanë thonë 2 pish disa. Nuk e di na ku kanë me teshat. Okej. Dhe menon që ka lidhje produksioni, a është na i notë? Jo, më nuk ka zoa, ku ka qenë probleme? Thot, kam pas pak... Ka qenë personale me mu njerë, mandena ka te kalu. Okej. Po me rëndësi, na nuk e kemi zhgëny, edhe nuk e kemi lënë mbrapa, edhe nuk e kemi lënë keq. Edhe atëherë, po qëtë goja fora, ljak, po nese, edhe atëherë kur ju kanë lënë palaga, kur i kanë hikë mënyrë dënshme, se më kanë flasë haluca, që thë? Ku punona, zoti që s'kam najfar aktiviteti mas që tuet. Nuk është me kesh. Nuk kesh një tragedi të këna. Po. Kështu që... Po. Të kuptuva. Ja, me të kuptoj. Që po njështë me po? Edhe me puna e sprejës. Në kur të që të me zjarëm që përshëran, kështu që me qitë sprej që ta në polli. Po, më është përdor të qomshtë. Pasatë. S'ki qa me silë se unë e drejtë. Unë gjujtë më. Më një. Qështo? Për me qumësi A ka shumë diçka ka tjetër? jamën. A ka diçka pyetje tjetër ma të nëzirë se së artë bomba? E kërë të bombën, e kërë, mos ma këthe dhe njëherë. Ja, s'ta këthejmë, s'tani, shkoj me susën tjetër. Apo djek për me. Ka mu që të zakon ka ona majtë, sipse e kam një blom që të më ka ra, që me shku të depresi. Edhe po e mërëna. Tani po më djek. Po para se me shku të susa tjetër, e kam një dhurat për ti. Për mu, hajde. Hajde. Fa dhuratet, shumë i du dhuratat. Edhe shumë pak marë. Po thua? Po vëlla. Bën apel që më marë ma shumë dhurata, ne? Okej. Hajde. Hajde. Dhurata është për... Dhurata vjen për American Beauty. Për çdo sene estetike. E di që ti nuk ki nevojë se ti je shumë e bukur, edhe brandin e ki bukur në shkan, po nëse është nevoja ose shkon veç për... Jo, unë jam shumë për intervenimeve. Okej. Des për intervenime. Nëse më në Me mu që aty i kësha lori krevet, që aty i kësha najtë, wallohi. Do më thonë... Lipe gjetë. American Beauty nuk ka, do më thonë, klinik më të mirë. Ki pa flok, për intervjit, për gjithdo sa. Jo, flok ti ka mirë, në regull. Ti flok mirë, tash... A veç ta shpjegova pak farë servise e bojnë. A njëp ma jep? Po, falë. Jam të e mojtë për veti. Oh, thank you shumë. Wow! Bao qere, thank you shumë. Apo s'ka najsa na veç... Jo, veç forike. Si pas kam nuk, po më stani si tash e vënojnë atë kartën, edhe... A me që dyjat, hajt. Që të dyjat? Se qef kam qështu. Okej. Më njënës me pas benefite njënës jo. Që? Pshe? Pa u qep. Pshe, ki dosh me ma marë. Pa hirim, se e nga trovane, po ma ka nga tro produksioni. Po, kam investu në ty. Si alon vetës, kur po produksioni. Produksioni, na ka pështu që të stoke dhe produksioni, që të më përna rësitojnë gjithë. Shkoj me Naga Knockdown. Naga Knockdown. Në shkollën e Scovildit, mbi 400.000. Sus meksikane. Pse këtu çka kanë diçka ashtë? Këtu të përzime amerikane, që kjo duket has shqiptarë, se këtë dëmëstas kjo e ka shqene. Hajde, i jone. Hajde. Ka nisa pyqës tjetër, mena i shaka me fut. Apo?
Anja. Ka me se vë të dur për më rritën. Jo, si që të e qone? 3, 4, 5, 6, 7... E më rrinë e gati. Gati ka. Hajde pëse këmë shku 100 puni kam. Po. Në dy. Hajde. Gëzuar. Me qëllim për të më gëzuar me prejkë. Gëzua, këshurën po shumë këmë qitë. Ke mashko për balë ma shumë sëna. Ke për në thërma që shuna konvenenë si të më të avërinë. Po. Që të mire e thënë. Një e gjëmë bukën. Kam një lojt tjetër. Hajde, qëfar lojtër? Një segment, do më thomë, unë të apë një emër, ti me qatë emër për shembull, segmentit, dush me apë një emër tjetër. Si për shembull, nëse tamon e futbol, ti që kënë me një Ronaldo. Po, hajde. Okej. Emri parë që të vjen mendje, Mood. Ka Vogue. Vogue, okej. Elegant. Bukën. Okej. Fuqi. Mbi natyrore. Femën. Okej. Bukuri. Te. Ja nisa më nëzirë. Besnikëri. Qa pyetje ma ke? Apo djek. Besnikëri. Mo shpeton besnik i djali Hoxhës. A di qysh është se po nis nga pjasaj që unë s'jam madhuru se heq e ka zhve. Po ka një qenë që motra me ka ble, edhe so herë që dalë shkojnë në shpe, edhe pse se duk heq. A bubja? Se bubi, është sisi. Edhe më rrinë të komët. Do thot e kom shqinja 2 herë, jo më shqip, po visha kom gjujtë kështu, e linë se pitutës komplet, edhe thot që aty të kom të më rrinë. Po, zot, po. Shi, për me thot edhe pse heq si du, se madhuru se. A mo besnik ja? Po. Okej. Sukses? Sukses. Me sukses vish polja lidhet. Okej. Edhe grua inspiruse. Grua inspiruse është mami, nana, që ajo që do thotë që jo vish mu, por se si kam femën që ka rrit njët, ma ka pu qëto që jemi. Kështu që unë e kam mes mamit edhe motrës. Këtë qka? Që thash ta se më këni qa kam thonë, bile. Po. E dita që ku pëtë më ma gjujtë. Ja, mo, veshi. Ma ka bloku këtë që kja sos. Unë e kam një tjetër sen për gruan inspiruse. Qa? A njën ligjin e Antigonës. Jo, tja e dje. Po. Hajtë ka të ma. Ligji i Antigonës është, do më thomë, shqiptarja e parë, do më feministja e parë në botë, është shqiptare. Po. Dhe unë që aja na ka inspiruar dhe këtë botën. Ku be ke ma këto? Ku lezu. Ku i ke gjithë? La Lua d'Antigonë, thirët. Po. Edhe aja u konë, do më thomë, femra e parë që i ka dalë kundra familjes vetë për drejtat e sajnë. Qa drejta ka pasaj? Ku ka përfundu e? Aja ka përfundu e vdekur, po fjala e saj ka rrjedhë, do më thomë, me gjenerata. Kjo është në kohën, në epokën greke. Po thujnë që është për greke, do më thomë që u konë greke Antigona, po emri Antigon është iliriane. Kështu që për femra, do thomë një gru që është inspiruse. Gjusën e botës këna po shqiptar. Amo, unë e kom mësu, do thomë, libra. Qëka e ka këndër familjes? Aja u konë, nëse nuk gaboj, drejtat e femras. Qëka e në drejtat e femras? Drejta shprehjes, mendimit, punës, gjitha, do më thomë, qësh është tash të në kohën moderne, aja ka posë, do më thomë, atë menim të njëjtë, sikur meshke që kanë posë. Për shembull, ka dish me dalë në treg, me dalë me shitë, sana evden, se ka leu familja, atë që aty ka rjedhë. Edhe pja atyit, do më thomë, ligji Antigonës, po sakrifica asaj që do ta mësoj këtë ligjin e Antigonës, do të lexoj, do ta studioj se nuk pëdoj shumë. Shumë është sen i mirë, që nuk e di ndërë, mendoj që është, do më thomë, në kohën antike, do më Greqisë antike, por rjedhë pe ilerve. Bravo. Shtu. Nështë keni mësu pak diçka.
e te prova, po shkojmë me sosën. Hajde, edhe sa ka edhe 7. 7. Jo, që ti ta. Hellfire. Po, hajde. Hellfire. Në shkollën e Scovildit mbi 800.000. Au, e prejka me gesht. Hajde se fotjans. Shka shprejhe. A përdojnë ti me... Po, normal. Dush me përzi. Okej. Nëse do me pas efektin e vetë, dush me përzi se naltë është sosi, e djekë se mbet poshtë. Shi. Po. A ke pasi kur punën e langut të çfarë do lloj? Po, dush me përzi, ja ke po jogurtin që më shoj që pla. Hajde se qita shumë. Nëse, mire ke po. A më shumë në kafshatat nuk i kam të dhojat, vogla i kam. Qa sa më përballoj. Sa shumë? Nuk kam apetit kështu ndaj gjonave. Me Që s'mu i përballu. Në Kina, hanë, heq. Po, Të kuptoj. të këzuar. A ka ndonjë person publik që nuk e kishe vesh kur? Se kësha veç kur? Çka një? Unë biznes e kam o vlog këto. Të unë kretë vinë. Po tash me përfarsu si po. Unë biznes e kam. Që të përshmot me anë me blim bukur. Okej. Ndrej që të pytje se pari më hajgare më të zë. Jepen vaj. A di pse ta bona këtë pyetje? Ta bona se zakonisht brendet i kanë do hapa si lloj ambasadora, okay? Është ambasador është tjetër, ndërsa me s'mund të qenë selektiv, se klienti për neve është zot. Jo, normal, ose thash cilin klient për shembull se kishe vesh, po cilin person publik që për shembull nuk imagjinoj ta ka kesh brendin ose. Po, edhe nëse ka dhe ka brend lokal, edhe do të thotë unë më shkoj marr për shtëpisa. Jo ashtu, për shembull çon e vitet e vesh, okay? Vi për shembull Na të kena përzgjedh. Se i përzgjedhën ju. Ka nuk e kishe përzgjedh, për shembull. As do na, a kena emër, jo. Shumë ka na si brand kemi shumë klienta, se kemi veshje për çdo ditë dhe kemi pas privilegjin të jemi të parë në rajon dhe normalisht brendi bukur është shpërndar shumë. Nuk ka shtëpi që nuk e ka të paktën një produkt. Nëse se ka vëlla e ka motra, nëse se ka motra e ka nana e me rand. Kështu unë tash për një brand që është i ri në treg, keni ditë ju si model, për shembull që është edhe për rich, po edhe për njerëz që dojnë për shembull me Na kemi produkte pinande 99-ve. Po. Deri nëse nuk ka bëj, vellat i kena shtanat rustrisë. 2 milion? E kemi nëse s'ka bëj, nëse nuk ka bëj 490, 500 që aty vella, fustanat e industrisë. Okej. Dhe që aty është. Fustanat e vizatën të në i punëturës? Jo, ideja të keni ndajnë në tavolinë, dhe thot, vendos me qka të këshysh. Për ndryshe, unë të përgjëzoj inshallah me shki sukses, më pëlqen Kom fillu më bush tash njëjtë. Kështë që, nëse s'do na i miri këtyrës dje që ma ka rrjeti ka. Për ndryshe, i sugjeroj publikët tonë të dashur, Blerina jo që është vetëm dizajnere mirë, po është atë person që pret shumë mirë. Mone me shku veresi me morë atë, ju qëtë darkë. Edhe ju dhe me veta, po sanët. Edhe mosh një kjerën, nësë është problem. Ja, ma për me njëna shumë mirë këtë vjatë, si në shpi. Shkuj me sosën tjetër. Exoresco. Në shkollën e Scovildit mbi 1.4 milion. Ti këllo qatë vogël të qita ti. Ha, pak. Qatë sa ma banë. Ma rjedhin. Po. Se s'kena përzi. Se kena përzi. Si gjak. Hajde, zotë, mofa. Hajde. Cheers. Gëzuar. Gëzuar. Zotë e kemi këtë fjallë shqipe shumë të mirë. Teba. Kjo e bukur, gjë është brand të i për i mirë. është ndjenë. Një pytje e diçka. Po? Djekë se është jashtë ndjenë. Po. Pyt, veç pak. Djekë se. Është jashtë ndjenë.
Edhe se më ka hup ketë. Shumë ndjekë se që kjo. Nuk është shije, po është ndjenë, a di pse. Se djegësi, nuk shkon për shembull të do animals ose të do shpend, që ky djegës nuk i bën djegës. Pse? Se perceptimi i djegësit është që trupi ju nuk na e bën, okay? Po. Amo nuk bën dëm shëndet, kështu që është më shumë ndjenjë psiqike se sa djegësi që djeg, po. Zdje e kuptuar, po. Jo, se ka kuptuar vetë, se ka kuptuar. Në rregull. E di që logo bukur, çfarë që është internacional, që kam rrinjë edhe deri në mojën e Everestit. Brava. Po. A është e vërtet? Po. Edhe to është 8846. Ski brand, heq, kur sun gjon brand që ka shku Majt botës. Majt botës. Na këna prek majnë e botës, kështu që. Edhe deshta me të vetë, se sa krenari për vllahun tën, Petritin, që e ka bon, domethënë që të thënë që ka arrit me ngjitë majën, domethënë Everestit, majën e kulmin e botës. Mëna pas vetë para një javë, ta kështë thënë këtë përgjigje tjetër, se na konë që shumë të ngarkum emocionalisht, edhe sa shumë të mlefëst, që kemi pas me javë tona pa gjëm, ndërsa tash të apo këtë tjetër përgjigje. Prej fëmijë, kur ka qenë tite, prej 12-13 vjetë, na jemi konkrenuar me të, se ka ditë me po parën e vetë, me punu vetë, me arrit vetë, me deportun si i vetëm, se të na e din bashkallëk shkojnë. Po. Nëse ki vllazë, nëse ki babën, krahun e fortë, andurë, ose çka do që ndihmojnë, i ki shumë arret me deportu. Këti ti ka arrit këtë mi bo vetë. Deri në moshën 20 vjetë ka punu me thonë pa kufizime, pa orare. Shkurja tina në Everest, për neve si familje ka qenë gëshëtim i emocioneve ndjenjave. E para që një numër shumë i vogël shkan, edhe ja del, edhe e dyta që ka arrit ai me qu ëndrën e vetë, me arrit ëndrën që ka pas ka hershme. Thotë, kjo është një manal se sa 8846 nuk ka, kështu që e kena përfundu atë kapitull. Me sukses. Kështu që ju veshune, po edhe këtë familja me shumë privilegju. Besoj që nuk u konë veç familja, u konë edhe këtë Kosova, që për mu, se unë kom follat me Petrizin, kom ndesh me ftu në emision, po kish pas pak problem me lam. Tha, nuk mu i ma ngërdjek, kështu që e përshëndesin. Edhe që kam bënë mu një mirë, se e ka një farloj aktivizmi, do thomë, që dënë me të i kalu sanët jashtë ta vetë vetës. Edhe me po se qa më të me supportu trupi ju. Edhe unë pak bisedova me ta, se edhe unë kum po që si doj aktiviteti, po aje në mo nuk ka aktivitet, me shku në mojet të botës, është kogja sen që se ne bën kërkush. Edhe tu bisedu me ta, më tha Toni, tha, ju që u konë shumë shtirë, po u konë, tha, gjdo hap, o konë një menja të familja, të thmija, të nona, të motra, e tha qështu vazhdimisht ta kom rrinë dhe i moje. Kështu që nuk muj me thomë që qatë pyqin që thove, në para njove të kisha dhënë tjetër përgjigje, unë besoj që e ka posë vishmene që thonë që e ka bo për juve, edhe që e ka sfidu vetën, në me thonë, për kitë Kosovën, me thonë që unë e mujtë me... Shqiptarin. Mesazhet edhe videot e fotografit e titit të shpëndon këtë botën, kështu që ai e ka shu dhe më herët Toni në Everest, por titi e ka qu tamam një mesazh të qartë edhe e ka këtë etapat i ka se shna shumë pak i dina për Everestin. Po. Do të nëse më kështë pyet mu më herët, unë të kësha thoni maje që nuk e kom ditë as idin që është për me rritir aty. Do të thotë, sidomos të punat e 10 zona, do të thotë për mu, tash, unë si nana, se më kështë pyta e kështë bo, të kështë thonë përgjigje tjetër, unë i thëmë halal mami tem, që ka mujtë me lijuaja, me akseptu që titi është në Monteres. Po, po e di sa e ka vujtë atë periudë. Po, të kuptoj, po, qëre, është pap se pap, është ndjenë që edhe moment që nuk harrohet, Jo, nuk harrohet asnjëherë. Besoj që
Ka me met një histori. E për që ta është mirë, ka njerë, me sfidu vetën edhe me një histori, ju diçka për egot vetën, po veç me kalëcu që... Nuk e ka baj për vetën. E di, veç që është ndjesi, mi dhomë tjerëve që mund është me bo. Më thomë është motiv. Për vetën tonë, ja rrinë gjithdo sukses. Edhe bajt mas në alë ta, ja rrinë. Për më kur e posh bukur, në mojët e vrejzit thash, ka, unë sot më njëm shkëmenja, thash ti bledo të isha, po masi e kemi sponsorë, pi marrë kështu, shkuj me susën tjetër, se... E fundit është? Po thua, po. Po. Vesh dosh me tunda, man. Voodoo Reaper, në shkollën e Scoville-it, mbi 1.5 milion. Po, amo këto e kemi zakon për këtë sus. Po qka, të zakon, e kemi ma me shishe me pja? Jo, e kemi me mush pak ma shumë. Okej. Sërse hina në haluca, po. Hina në haluca, po. A është kogja nice, amo këto po ta qesën e kështu. Jo, ngam. Dhe, qëre. E ka zezat? Edhe one, njëjtën kohë. Vesha ke provu? Ja. Jebe se nuk djeksh. A është i djeksh? Shumë. Edhe shkujmë sa ma shpejt. 1, 2, 3. Për në e kem qeshmën që aty një cërejve dhe si djenë dhetë. Oke, shko me pyetjen. Blerin? Qaj kishe thonë Blerinës 10 vjeqare, po ta kishe sot për baba? Kishe thonë para 2 ore, mësë pa. Para 1 ore kishe thonë mësë në ardhë. A hinë në luca për na? Jo, si në luca, po shumë djekës. Po zvo? Kem shumë shtë. Për me kelon qëto e kem shef hip. Ja, hipsi për... Në jo, s'thash kur gjam. Përshëndesim hipsin, sponsorit tonë. Amo nuk djekë shumë. Kom investu make-up për... se lëtja ka të në mundalë. Po? Shallah s'ka plejmë, do. Jo, s'm ka. Qa ke pytja? E ta shpërgjigjen. E dha e përgjigjen? Po. Ma që di zose. Koptaj. Edhe na e kena bo me t'kas këtë pytje që kishe me thomë qështu. He, na shka jena. O një ima janë, këgja. Ma e qetë, ma të simpon. Po thua? E koncentru me shumë gjysh. Po. S'po do me kalëzu Se di ka. të vujt, S'ka po më rokë ma shumë. Mu, qëre, gjithë Në ditë në ati investim e kom bo make-up, e në kësene Apo të shkoj për montuar në hoq. vesht? Apo të montuar në vesht? Ja. Jo? Në vesht. Ku për djekë? Qëto, kështu. Mos i prekë, si bro. Po, po. Dab, challenge-in e ke kry. Me sukses. Me sukses. Bravo. E kem një tjetër sos. Diri. Po thua? A e kom kry këto sfidën. Sfidën e ke kry, Qa, që ka me të duhet një ma shumë gjiri. nëse do me sy një rekord. Qa rekordi more? Qysh dush? Po E ka ty para meje, regullësht. E ka ty para meje. Po, ti veç e barazan. Ja. Me barazu ti s'ki qef. Jo, Ma mirë ma poshtë. E me shku rahat në shpenja. faleminderit shumë njerë që kjeve pjesë e Faleminderit emisionit. shumë American Beauty që kom një mundësi Po, për sa ditë. perfekt. Edhe para se me përfundu emisioni, që e kështë dhom një këshill mosafirëve që ka me onë Spicy. Do të shkojnë deri te fundit. Se kur gjuhë nuk është... Fillimi që është në barimi. Shikus të ndruar, faleminderit të njerë që na ndiqni shimin e episodin e radhës. Good show.